co buk thate kom fut qom shpinës, nuk po ta lek me i dhon maqinës. Ka marrë në kom ka rreth i matit, vesh me i thonë 2 fjallat i gjatit. Jo më bitoshi nga fshati Urxall i matit, ish minator në Batër Martanesh, ish kryetar i fshatit Urxall, jam protestus për 7 vitesh për mbrojtjen e parkut kombëtar Zallgjoshaj. Në emër të protestusve të Zallgjoshave, kom ardhë në këtë foltore për denoncu edhe një herë këto hajdut, këto kriminell të qeverisë, si Shion, Agim Hysa, Agon Malaj, Nesbedin Shehu, Bledi Kljosi, Belir Balluku, Edi Rama dhe Bardhyl Muceku, sekseri i Edi Ramës edhe i Ballukut. Këto në bashkëpunim kanë bon të gjesën publike në Rëshen, duke firmos kryeplește e Mirditës për hecin e Zallgjoshaj. Kanë kryeplește e Mirditës i kanë ashur Zallgjoshaj, kanë firmos për Zallgjoshaj. Kanë deviju lumin, flym, 22 kilometra, 4 kilometra janë tunel, janë më shumë se tunel i Llakaras. Kanë shkatru zonën e mbrojtur, parkun kombëtar Zallgjoshaj, kanë heq me vendim Këshillit Ministrave vendin ku është bo heci. Kanë futur në tuba edhe në tunele çdo pikë uju që rrjedh nga parku kombëtar. Kanë tha 2 lumejt, 80 kilometra katrore, duke vra popullsin, bletët, gjallëshat e lumit, baktit, duke larguan nga prona 8.000 banor. Kanë thy ligjin e pandemis, kanë thy ligjin ndërkombëtar. Kanë lënë pa ujë dhe pa rrugë Gjoshaj, Mel, Zallgjoshaj, se cili prej tyre është pronari një hesin mot. Prej 6 vitesh asë një media në Zallgjoshaj, s'po të hetoj krimet dhe vjedhjet në Zallgjoshaj. Nuk është nevoja në tunelin e Llakaras, ka vetëm vjedhje, nuk ka krime. Avokati i popullit, ti dalë avokat e Edi Ramës, kontrolli i lartë i shtetit, ka po flenë gjumë. Pa ditë tona janë në syrtarët e Spakut dhe të Lezhës. Bardhyl Muceku ka qu Bledi Ferziun në Zallgjoshaj, duke treguar peshqit e ngordhun. Neve na pa ditë për prishje imazhi, për të na gjobit me gjobë në zgjuat në Lezhës. Ne kemi lënë pasurin tonë në rrugëve 7 vjetë. Presim nga Spaku arrestimin e tyne. Skandali i ujësjelësit është më vonë. Ne do shesim shtëpin dhe do shkojmë deri në gjykatë ndërkombëtare të drejtave njeriut. Po ju lexoj një peticion në Vargje për Zallgjoshaj. Është një vend ku kemi le, ta mbrojmë si Shqiponja zogun fole. Është një zonë krahin e tanë, askush mos ta maj kokën me janë, të bëjmë bashkë të arrujmë vatan. Se ditë më të zezë nuk kam të janë, kur vlau halësë me të banë. Është një zonë e pyjeve e kepit, me heroizim i kemi bo pritë Serbit. Është një krypleshtë e fshatrave, kanë shku në nënkim, mos ne thani lumin flym, se lumin flym është matjan,
15 fshatrave mirë më ngjes ka më u thonë. Dhe asnjëherë do thot mirë dita, se ka burimin ka selita, është u i pishëm, nuk është për drita. Në ankes vajti dhe bleta, me pa uju ndan nga jeta. Është një krahin me kullat bardha, ka bo luft me 7 kralja. Nëse je 7 kralja mret, ujnë dhe kufinin mos e prek, se 20 flake dhe ju gjek. Baluk e prera, është 3 breza hajdut, kurse Abditoshi është 3 breza, është 3 breza herojnë e bashkat dhe tarë. Përnaj, Shahin Toqi një matjon, generalit i ka thonë, kjo Shqipnine në ka rritë, kur për e nesh nuk ka më ushit. Kushta shesi dhe të mendohet, se shqiptari nuk në nështrohet. Në ka thonë nona në gjep, shqiptari për Shqipnin djali me vdek. Edhe në qëtë paralitarit, zjerë barut goja shqiptari. Faleminderit. Të dashur miq, ne jemi Partia Demokratike.